Selam aleikum. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se vini në këtë transmetim të drejtë pas drejtë në gazetën elektronike Mesazhi, në këtë emision me temën Njeriu bashkëkohor dhe feja. Vëllezër dhe motra, miq të nderuar, paqja, mëshira dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju. Sonte së bashku me ne do të jetë Hoxh Riyad Meri, imam Hoxh në Austri, mirë se na erdhe. Mirë se u gjetëm. Në ndërkohë do ta kemi drejt për drejt edhe Hoxhën nga Presheva, Nejmedin Ademi. Po për shkaqe teknike, për momentin nuk e kemi. Njeriu si qenie ka bërë një histori të gjatë, domethënë, njeriu shpeshherë vetveten e ka pasur si qenia më e ngritur në universit, ku kemi edhe cilësime si një mikrokosmos, duke ju referuar për makrokosmosit. Njeriu ku ngriti edhe sistemet e dijes ku tregon funksionimin e universit, tokën, po njëkohësisht edhe veten e vulën në qendër të këtij universi. Në fillet e tij të ekzistimit, ai edhe përënditi po ngjajshëm me veten, po gjë e krahasonte me veten. Në fillet e tij, ky njeri edhe nëse nuk besonte në një besim të organizuar, prap mund ta quajmë se besonte në diçka. Pra nga antika deri në kohët tona kishte një raport njeri fe. Do doja të filloja me juve, zotëri Meri. Si ishte raporti njeri fe gjatë historisë? Së pari, falenderimet, lavdërimet në çdo kohë, në çdo vend dhe në çdo moment i takojnë vetëm Allahut, krijuesit ton dhe krijuesit të kësaj gjësie. Atë falenderojmë, atë madhërojmë dhe vetëm prej tij ndihmë falje mëshirë kërkojmë. Përshëndetjet tona ja dërgojmë profetit ton të dashur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe të gjithë atyre që e pasojnë këtë pishtar të dritës deri në ditën e llogarisë. Fillimisht ju përshëndes për këtë iniciativë briljante, e cila na afron sa më afër me dëgjuesit tuaj dhe me pasuesit e faqes, një ndër faqet më të njohura Islami Mesazh. Fillimisht do të doja të ndalesha në aspektin historik, pasi që në çdo kohë gjatë historisë gjejmë se si njerëzit, se si shkencëtarët, se si dietarët, se si filozofët e ndryshëm e kanë shikuar njeriun dhe e kanë vlerësuar atë nga këndvështrime, nga dimensione të ndryshme. Pikërisht duke i sqaruar këto dimensione do të na paraqitet edhe nevoja apo lidhja e fesë me njeriun. Pra nëse ndalemi tek filozofët grek, do të shohim se ata janë nisë nga pikpamja e logjikës. Pasi që njeriu logjikon dhe mendon, e kanë bërë këtë logjikën, mendjen e njeriu si epicentër të çdo gjëje. Andaj njeriu të gjitha përgjithësitë, të gjitha veprat e tij dhe çdo gjë e cila ka të bëjë me jetën e tij dhe rrethin e tij ndërlidhet me logjikën e tij. Edhe pikërisht kështu nga kjo pikpamje qaset edhe Sokrati, edhe Platoni, edhe filozofët e tjerë. Mirë po pastaj e shohim se ky shikim ndaj njeriut si qenie, si gjallësë, e shohim në forma të ndryshme. Për shembull te Nietzsche, ai e shikon mendjen e njeriut si një instinkt. Ky instinkt i cili i shërben njeriut që të mbes gjallë. Mirë po Nietzsche e shikon se ky instinkt është si gjitha instinktet tjera. Andaj morali, feja dhe dogmat e tjera duhet të largohen që ky instinkt ta përmbush misionin e tij, e i cili duhet të jetë domethënë në shërbim të instinkteve tjera. Pastaj shohim tek realistat një mendim filozofik i cili është paraqit herët në Greqi e lashtë, mirë po pastaj edhe në kohën e Renesancës, ku e sheh se njeriu është një krijesë, një gjallësë
e cila në vetën e saj përmban egërsi. Edhe kjo egërsi shfaqet pikërisht atëherë kur njeriu ballafaqohet me sfidat e jetës. Edhe e le anash të mirën e tij dhe merret pra apo del në shesh ajo egërsia e tij. Ndërsa e shohim gjithashtu edhe tek komunizmi, i cili e sheh njeriun pra si materie, dhe i cili e sheh se njeriu apo materia është baza e çdo gjëje. Dhe çdo gjë, çdo funksion në këtë botë bazohet mbi materien. Edhe pikërisht nga ky synim të gjitha lidhjet tona, të cilat janë farefisnore, familjare, dhe raportet tona me të tjerën, domethënë bazohen mbi materien. Kurse nëse e shohim, kapitalizmin, atëherë kapitalizmi shikon tek personi si person. Edhe thotë se njeriu, i ka synimet e tij në jetën e tij, qëllimet e tij, andaj nuk duhet të zgjidhë mjet që të arritë to. Edhe pikërisht, e kemi gjithashtu edhe mendimin mistik, që nuk e kanë këshyrë materien mirë, po e kanë këshyrë anën shpirtërore, edhe janë dhënë pas saj, siç e kemi budizmin, apo e kemi edhe sufizmin. Andaj, pikërisht nga kjo gjë shihet edhe nevoja e njerëzimit për profet. Përse? Sepse Allahu Gjeleshanuhu, Zoti i gjithësisë, ka dërguar në çdo kohë, në çdo moment dhe në çdo vend, ka dërguar profet që t'ia sqarojnë njerëzimit, të vërtetën e krijimit të tyre. Pasi që shumë pyetje njeriu ja komplekson jetën e tij duke parashtruar vetes se nga erdha, cili është misioni im, çfarë duhet të bëj, si duhet të veproj, e kështu me radhë. Andaj nëse ndalemi edhe e shikojmë, e hapim Kur'anin familart, e shikojmë me një herë në kapitullin e dytë, pra tregimin e parë që njeriu ndeshet me të gjatë leximit të Kur'anit, është pikërisht ndodhia apo krijimi i Ademit alayhis salam. Për çka? Për të na treguar se Ademi alayhis salam apo njeriu i parë është krijuar nga materia. Për këtë kjo materie ka mundësi që ta shkatroj veten e tij, po t'i shkatroj edhe të tjerët. Edhe pikërisht nga ky aspekt, melaçet ju drejtuan, engjujt ju drejtuan Zotit, apo i than, apo e përsakton dikon që do të bëj përçarje, do të bëj gjakderdhje, mirë, po çka edhe do të shkatrojnë në tokë, pra shkatrimin e materjes. Pikën e dytë që e hasim është se ky njeri nëse e përdor logjikën e tij, mendjen e tij, e cila ju është dhënë dhe e cila është komponent tjetër në jetën e tij dhe tepër i rëndësishëm, e shohim që Ademi alayhis salam po e tregon logjikën edhe zgjuarsinë e tij para melaçeve. Edhe ka me këtë, sikur po e dëshmon para melaçeve, se nëse njeriu e përdor këtë logjikën e tij, atëherë edhe do të ruaj materien, do të ruaj veten e tij si materie, mirë, po do të ruaj edhe ambientin edhe rrethin ku jeton. E treta është e shohim që ti njeriu kur ju dha shpirtin nga ana e Zotit të gjithësisë, atëherë ky njeri u ngrit aq lart sa që në shenjë respekti Zoti i detyroi engjujt që t'i binë në sejdë atij, t'i përulen atij, dhe pika e katërt, të cilën e përbën njeriun si qenie, është gjithashtu edhe epshi i tij, dhe pikërisht e shohim se për shkak të pasimit të verbër të epshit, pra kur themi pasimi i epshit, mund të jetë pasim i epshit me zgjuarsi, mirë, po mund të jetë pasim i epshit me symbyllurazi, me verbësi, edhe pikërisht e shohim që pasimi i epshit nga Ademi alayhis salam, symbyllurazi, e bëri që parajsën e tij ta shndrojë në ferr, pra të largohet nga parajsa. Andaj kur e shohim që këto
komponente kryesore, Zoti Xheleshanuhu po e sqaron njeriut sikur po don, domethënë që një mesazh të fuqishëm t'ia tregoj botës se ti o njeri sa dush që të mundohesh ta studiosh veten tënde, ti do të jesh i mangët në studimin e saj, nëse nuk e ke një pasqyrë të përgjithshme për krijimin tënd. Zotëria Ademi, pjesën e ardhët? Po, pasi që jemi të diskutu për njerin bashkëkohor dhe fen, do të ishte mirë ta shohim pikëpari raportin modernitet fen. Si ndërton moderniteti marrëdhënien me fen? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Juve, aty në studio, kolegut tim të nderuar i Radit, dhe gjithë atë të cilët po na përcjellin në këtë emision. Lusim Allah Xheleshanuhu që këto momente të cilët po i kalojnë pandemia, izolimi, veçimi të vështira, inshallah Zoti Xheleshanuhu na lehtëson rënd parë, pastaj luçet tona drejtohen për ata të cilët i kanë humbur të dashurit e tyre, më të dashurit e tyre. Allah i mëshirof. Për ata të cilët janë të sëmur, inshallah Zoti Xheleshanuhu xhalla xhelaluhu i lehtëson dhimbjet dhe i shëron nga sëmundjet e tyre. Për ata të cilët luçet e tona shkojnë edhe ata të cilët janë vendos në vijën e parë të frontit dhe betejës për ta sënuar këtë keqe, e cila ka goditur mbar njerëzimin, infermierët, mjekët, policët dhe shtetarët të tjerë dhe neve të cilët po mundohemi të gjithë që në këto momente të vështira të solidarizohemi, të tregojmë unitetin me njëri tjetrin në mënyrë që këtë gjendje e cila vërtet na ka rëndu gjithëve inshallah kalojmë ma lehtë. Për sa i përket pyetjes se si e ndërton marrëdhënien moderniteti me fen, për të sqaruar këtë çështje, së mendoj se nderuar Adnan herë të bëjmë një farë lloj shpjegimi të nocionit tradit dhe modernitet. Moderniteti është e kundërta e traditës. Dhe se tipin tradicional të jetën tradicional, ose modelin tradicional të jetës e ka ndërtuar dhe bazamenti i saj ka qenë feja, domethënë dominante në shoqëritë tipike tradicionale, në bazament i mendimit mbi zhvillimet që ka ndodhur atëherë, domethënë ka qenë feja. Tek ne nocioni tradit, por edhe kur është shfaqur në perëndim, rëndon në fjalorët tonë është interesant se e gjejmë përdorimin si emërtim i zakoneve, adeteve, shprehive, marrëdhënieve ideore ose të ruajtura si tradit materiale. Nuk është se ki përkufizim nuk qëndron, një po besoj se një voçori kryesore të asaj që e ka shënu jetën tradicionale gjatë modelit me model tradicional është anashkaluar. Për shkak se megjithatë veçori i bazë tek nocioni tradit është ndërtimi i një në bizdotrimin e të shenjtës. Prandaj mendojmë se kuptimi i këtij nocioni është dhe mund të kuptohet me atë kuptim ose ata që nifën shkencët si teoria përhershme Sofia Perez. Domethënë për ta përmbyllur shpjegimin mbi nocionin tradit se modelin tradicional të shoqërisë e shënon feja. Feja është një bazament i të kuptuarit kryesor ka qenë tradicionale. Tani njeriu kur ka filluar me mënyrë jetës dhe kur ka filluar jetën me zhvillu në disa rrethana dhe zhvillimet e tjera të moderniteti. Për shkak se moderniteti në një farë mënyrë është antipod edhe traditës. Ka 3 qëndrime që dietarët i përmendin rreth modernitetit, e që mendoj se në fund pastaj neve me na sqaru më lehtë kuptimin e marrëdhënies që e ndërton modernitetin me fejen.
temë për të neve një son. Dimensioni I parë nuk kupton një disa veçori kështu të modernitetit, një abstrakte edhe të strukturës, edhe të procesit shoqëror. Na e dimi keq për shembull se bot kuptimeve abstrakte, kapitalizmi, laicizmi, humanizmi etj. Pra, këto veçori, edhe këto tipare të jetës quhen shoqëri moderne. Ato shoqëri të cilët pastaj mundohen të përvetësojnë këto dukuri, të njëjtë janë shoqëri në proces të që e quajmë ne modernizimin. Kjo është domethënë dimensioni I parë. Dimensioni I dytë është ai historik, sepse mënyra e të jetuarit, sipas bot kuptimeve të modernitetit, e ka historinë e vet, e ka periudhën kohore, që e dallon nga tipi tradicional I jetës. Dhe kjo periudhë kthehet diku mbrapa te fillimi I rilindjes dhe reformacionit evropian, bëhet me kapitalizmin dhe industrializimin dhe çellarizmin. Te revolucioni industrial dhe francez më vonë e këndej. Përveç të dimensionit historik është edhe dimensioni I tretë, ai konceptit bashkohor. E ky koncept përfaqëson që I vjen atyre politikave dhe të shoqërive jo perëndimore që dëshirojnë të përvetësojnë këto reforma ekonomike, sociale, kulturore, juridike për të dukur si shoqëritë perëndimore. Domethënë janë në proces të integrimit I shoqëritë jo perëndimore në shoqëritë perëndimore. Kjo është dimensioni I tretë I konceptit bashkëkohës. Si farë mënyrë nën kupton edhe ato që ka shumë shoqëri e cila synon të 30 vitet e fundit me shumë problem, me shumë paqartësi, edhe me shumë gjëra të shohmi, e që mendim programatik, me një farë mënyrë e këna bo integrimi dhe dukjen sikur shoqëritë perëndimore. Domethënë ne bëjmë pjesë te ky dimensioni I tretë I disa shoqërive të cilët synojnë të përvetësojnë edhe proces të bëhen sikur shoqëritë moderne. Në rikapitulim që e thash dhe saj, shoqëritë tradicionale bazament e kanë mendimin e fetës dhe pa fen ato nuk kanë mund ta paramendojnë të funksionojnë edhe procese shoqërore. Kurse moderniteti shpreh një praktikë kështu shoqërore ndryshe nga ajo e traditës. Moderniteti përfaqëson një strukturë shoqërore që jetën nuk e organizon sipas ndonjë doktrine të shenjtë. Çka kuptojmë nga ky definicion? Kuptojmë se marrëdhënia e fesë që ndërtohet me modernitetin ose më saktë, marrëdhënien e fesë ndërton në mënyrë kundërshtuese. Moderniteti ka një qëndrim kundërshtues ndaj pikpamjes fetare. Kur të flasë edhe këtë duhet ta theksoj dhe po përfundoj në këtë pjesë, moderniteti ka fazët e veta të litjes, të rritjes, të lindjes, të zhvillimit dhe të plekurisë. Me kalimin e kohës, modernitetin e ka përcjell edhe mendime të ndryshme, liberale, për të drejtat janë hartuar dhe përfiluar tekste të ndryshme, të cilët kanë garantuar të drejtat dhe liritë njerëzore, dhe në mesin e atyre të drejtave dhe lirive njerëzore, që ja kanë garantuar gjinisë njerëzore, është edhe ushtrimi I fesë. Mirë po, në shoqëritë moderne, kjo e drejtë e ushtrimit të fesë reduktohet dhe kufizohet tek raporti mes individit dhe Zotit, pa pas mundësi që të ketë ndonjë ndikim edhe shpërfaqe në jetën institucionale, në jetën shtetërore, ose të ndikojnë në një mendim sa I përket aspektit kulturor, social, politik, ekonomik e kështu me radhë. Domethënë shoqëritë moderne të drejtën e fesë e shohin si çështje e raporteve individuale, pa pas të drejtë të kenë pjesëmarrje në jetën institucionale të shtetit ose të shoqërisë moderne. Zotë Imeri, Rousseau kur fliste për kontratën shoqërore, thoshte njeriu ka lindur I lirë, por është I lidhur apo I prangosur me zinxhir.
Pra njeriu lind I lirë, po pastaj ai kufizohet. Dhe pse njeriu ti duhet feja, a nuk do të ishte më mirë që njeriu të jetë I lirë ashtu siç ka lind e të mos ketë kufizime? Normal që çdo njeri lind I lirë. Bile kjo thënie është marrë edhe nga Omeri radiallahu anhu kur ka thënë që apo I bën një robër njerëzit kurse Zoti I ka lind ata të lirë. Mirë, po kjo liri duhet të ketë rregulla, duhet të ketë ligje, duhet të ketë rrugë me të cilat domethënë duhet të ruhet, duhet të mbrohet nga sfera të ndryshme. Pikërisht edhe këtu shihet edhe rëndësia e fesë dhe përse Zoti dërgoi vazhdimisht mesazhe hyjnore, dërgoi vazhdimisht profetë, dërgoi vazhdimisht këto udhëzime që njerëzit këtë liri të cilën e posedojnë ta ruajnë në mënyrën më të bukur nëse dojnë ata të jetojnë. Për shembull, e shohim Nuhun alayhi salam ku Allahu xhaleshanu e dërgoi atë për çka? Për arsye se populli I tij kishin deviju. Si kishin deviju, kishin fillu që të adhurojnë idhuj, të adhurojnë puta në vend të Zotit krijuesit të gjithësisë. Ndërsa nëse e shohim për shembull Shuaibin alayhi salam, e shohim krejt një devijim tjetër. Ai është devijimi ekonomik, devijimi domethënë në tregti. Edhe ata mundoheshin përmes mashtrimeve dhe manipulimeve përmes tregtisë të arrijnë tek pasuria. Normal që tregtia është e lirë. Edhe kjo është një liri e njeriut, mirë po nëse ajo shfrytëzohet që me ja marr hakun tjetrit në mënyrë jo të duhur, atëherë domethënë ne e kemi keq përdor këtë liri. Edhe pikërisht Shuaibi alayhi salam u dërgu që këtë devijim në tregti apo ekonomik ta përmirësoj dhe ta drejtoj. Mirë, po cila ishte përgjigjja e popullit të tij? Ishte që I thoshin o Shuaib, na nuk po të kuptojmë se çka po thu ti, nuk po të kuptojmë. Pse? Sepse ata nuk donin të kuptonin. Ndërsa nëse e shohim Musain alayhi salam në kohën e tij, Musai alayhi salam u dërgua që ta ruaj një liri tjetër, e cila ishte mosklavërimi I popujve, nga se në kohën e tij hebrejt ishin përdorur si sklavër në Egjipt nga faraonët. Edhe faraonët shfrytëzonin pushtetin e tyre që ta vrisnin këtë të donin, ta linin të jetoj këtë të donin edhe kështu me radhë. Edhe çka Musai u dërgua drejt edhe shkoi tek faraoni që të kërkoj që ta lë popullin e tij të lirë. Pra në një anë e shohim që Jusufi alayhi salam I mori popullin hebre edhe I pruni në Egjipt, atëherë kur njeriu trajtohej si njeri. Atëherë kur njeriu trajtohej si të tjerët të baras, mirë po kur njeriu pra hebreju ra dhe trajtohej si sklav, atëherë Allahu xhaleshanuhu e dërgoi pra Musain alayhi salam që ta çliroj këtë popull nga kjo vuajtje. Andaj pikërisht e shohim nevojën e fesë në ruajtjen e lirisë së njerëzve. Ne shpesh herë I ndëgjojmë disa thënie, disa slogane të mëdha, për shembull liria e femrës, barazia gjinore, e shumë të tjera, të cilat gjithsesi ne duhet t'i mbrojmë, gjithsesi duhet të avancojmë, qoftë femrën, qoftë fëmijën, qoftë studentin, qoftë çdo pjesë të shoqërisë. Mirë, po jo që t'i shfrytëzojmë për gjëra negative, jo që t'i shfrytëzojmë për të arritur të gjërat e ndaluara, jo që t'i në një mënyrë t'i japim liri, kurse në anën tjetër ta burgosim në për lokalet të natës, apo në mënyra apo forma të tjera. Andaj pikërisht ka ardhur feja që t'i liroj, domethënë njerëzit, mirë, po para se t'i liroj njerëzit, t'ja liroj mendjen e tyre, t'ja liroj logjikën e tyre, edhe të mendojnë ashtu të lirë dhe kështu do ta gjejnë dhe do ta gjejnë të vërtetën dhe do ta shohin se kjo e vërtet është në përputhje të plotë me natyrshmërinë e tyre. Andaj ky ishte edhe I misioni I Muhamedit alayhi salam kur erdhi domethënë në Mekë që t'i çliroj njerëzit nga këto botkuptime ku shihej domethënë që ai sklavi nuk ka asnjë të drejtë, ndërsa femrat tjera përbuzeshin,
pasuria e njerëzve për buzej dhe keqpërdorej e kështu me radhë. Pra, si që thot edhe Malik ibn Nebi, se cilën kohë, dhe më thonë një filozof islam, Malik ibn Nebi thot që se cilën civilizim ndërtohet mbi 3 gjëra. E para është njeriu, e dyta është vendi dhe e treta është koha. Andaj feja ka ardhur që ta ndërtojë njeriu mbi baza të shëndosha. E pasi ta ndërtoj këtë njeri mbi baza të shëndosha, ta ndërtoj edhe shoqërinë mbi baza të shëndosha dhe kështu me radhë të përfshin çdo pore të jetës dhe çdo fushë të jetës, e cila e ngrit njeriun, e cila e bën atë aktiv dhe e cila e përmbush edhe fjalën e krijuesit, duke thënë nuk i kam krijuar njerëzit edhe gjinët për tjetër, pos që të më adhurojnë mua. Jo adhurimi në aspektin e riteve fetare, mirë po adhurimi me kuptimin e plot të tij, e ajo është që njeriu të ketë raporte me krijuesin e tij, të ketë raporte me veten e tij, të ketë raporte me familjen dhe shoqërinë e tij, dhe kështu së bashku të vazhdojnë dhe ta ngrisin nivelin e jetës së tyre. Andaj kjo është liria e cila na siguron të ardhmen tonë, mirë po nëse e kuptojmë lirinë si një çështje që njeriu duhet të veprojë atë që dëshiroj, duhet ta shkatërrojë atë që doj, atëherë këtu ka keq kuptim të lirisë, nga se liria duhet të jetë një mundësi që i afrohet çdo kujt, t'i tregoj potencialet e tij, t'i tregoj vlerat e tij, ta tregoj energjinë e tij, ta tregoj përvojën e tij, ta tregoj dijen e tij në ngritjen e shoqërisë dhe në ruajtjen e saj. Zotëria Ademi, do dëshiroja të ndaleshim pak te konteksti shqiptar dhe raporti shqiptar me fenë. Pse tek ne është i popullarizuar mendimi se ti je modern apo intelektual, duhet të jesh sa më pak fetar ose hiç fetar. Po që dalim, unë mendoj se problemin duhet të shikuar më së pari te edukimi i elitave tona kulturore dhe intelektuale. Dhe ne e dini që formimin edhe personalitetin akademik, kulturor, intelektual, elitet tona e kanë të trashëguar nga regjimi komunist, i cili nën presionin, ta them kështu, mendimeve të marksizëm-leninizmin, edhe varianti më të egët të atij që njihet në literaturën sociale të ateizmit maoist të vitit 1977-78, atëherë kur edhe me ligj Shqipëria është bërë shteti i parë, u shpall i papë dhe u ndalua e drejta e ushtrimit të mendimit fetar, dhe më pastaj, pavarësisht izolimit që ka pas Shqipëria me pjesën tjetër të shqiptarëve, mirë po mendimi akademik dhe idetë janë shkëmbyer me njëri tjetrin. Komunist kishte një qëndrim kundërshtues ndaj fesë, edhe elitat tona intelektuale edhe akademike të edukuar në edukimin e këtij shkollimi, pastaj kanë trashëguar dhe kanë përveçuar një mendim të tillë që është për ta çudi që edhe sot e kësaj dite është mjaft dominant. Po a them këtë se në të kaluarën për formimin e kuptimit fetar të rëndësishëm kanë qenë mendimet e 3 arkitektëve të sociologjisë, që ata janë emra të njohur të mendimit dhe të respektuar sociologjik, edhe Marksi, Durkheimi edhe Weberi, ashtu siç e thot Gidenci në librin e tij Sociologjia, dhe kur flet tek kapitullin mbi fetë. Është interesant se Gidenci kur flet për rolin e feve në shoqëritë moderne, në këtë hap kapitullin mbi fetë dhe rolin e fesë ndikimi shoqëri me kapitullin Wadduha. O lejli dhe asagja që shumica prej neve e dim përmend. Dhe përmes kësaj do me pasqyru se
pavarësisht mendimeve për fenë, shoqëritë moderne, feja prapë ruan një rol të rëndësishëm në jetën kulturore dhe shoqërore në shoqërisë që po jetojnë. Por ai kanë se edhe Marxi, edhe Durkheimi, edhe Weberi, e që mendimet e tyre, konceptet e tyre mbi fenë kanë ndikuar jashtëzakonisht shumë në botëkoptimin pastaj që edhe të elitat tona intelektuale ta formojnë mendimin dhe gjykimin e tyre mbi fenë, që të tretë kanë qenë jo fetar. Dhe që të tretë, thënë, sipas Gidencit, nuk kanë besu në Zotin. Që është më e rëndësishme, Marxi dhe Durkheimi nuk janë marrë dhe atë shumë me rëndësishme me studimin e fesë. Mi po me tyre ka qenë njat i përhapur, dhe mendimi i tyre ka qenë njat ndikuese dhe sot masit kalon gjykim në gjuhën kalon në formimin e mendimit të fesë në shoqërinë tonë dhe të elitat e tona dhe intelektuale. Dhe tash me përjashtim Weberit, i cili kishte bërë një studim pak më themeltar, pak më të drejt për drejt, më studioz, mirë po ai arriti të studiojë edhe hebraizmin edhe krishterinin, por nuk e pat fatin që njësoj një studim gjithë përfshirës, por këto dy fe ta bëj edhe për Islamin, se si premtoi koha, si premtoi dhe e kishte lënë të fundit. Çfarë po duam të thonë me këtë? Po duam të thonë me këtë se këta kanë pas një ndikim shumë të madh në elitat tona për botkuptimin e formimin e botkuptimit mbi fenë. Dhe që të tretë ka pas një parashikim. E ai parashikim ka qenë ky: zhvillimi tekniko-industrial, zhvillimi shkencor, prodhimi industrial vetvetiu ka me e ngushtu nevojën për fejen në shoqëritë moderne. Dhe vetvetiu feja ka më bo e parëndësishme, do të zhduket keq, ose në variantin më të butë nuk do të jetë të dobishme për njerëzimin. Dhe thot, në fund, përkundër këtyre parashikimeve, se feja në periudhët moderne, thot, do ta ulë ndikimin e saj sot, në kohën e postmodernizmit, kemi një interesim të vazhduar dhe pas asaj ngulfaqjes së atyre projekteve ideologjike dhe kulturore ku njerëzit, siç e çeki pak edhe kolegu Riadi, që në objektiv edhe synim do ta kanë vetëm materialen dhe pas duke e braktisë shpirtërorën, sot kemi një në përfundim se progresi materialist nuk është treguar më ideali për projektimin e lumturisë, barazisë ndërnjerëzore në shoqëritë moderne. Dhe tani ka lind nevoja që edhe një herë rikthimi në vlerat shpirtërore për të bërë një balans mes materies dhe shpirtit, e padyshim se këtu ka një rëndësi të madhe feja. Tani elitat tona intelektuale, është interesant se vazhdojnë me i qëndru besnik botkuptimit fetar që është të ndërtuar në kohën e ideologjisë marksiste leniniste dhe të asaj që quajmë në kohën e ideologjisë enveriste, e cila fejen e ka shikuar dhe e ka paraqitur në aspektin negativ derisa ka marrë vendim që ta sulmojë edhe fizikisht që objektet fetare të shkatrojë nga sipërfaqja e tokës. Nëse shikojmë një rekapitulum të kësaj që po e them, është interesant se nëse do të kemi rastin të bisedojmë ku e di sa kemi dhe kjo kuptim mbi duke u paraqit dhe duke u mbuluar në petkun e një studimi shkencor, shpesh herë harrohet të diskutohet edhe dy pikpamje që sot pranohen shkencore mbi jetën. E kemi pikpamjen idealiste, e cila me një farë mënyre, pavarësisht qasjet që e ka ndaj Zotit edhe ndaj besimit, nuk e mohon ekzistimin e Zotit. E kundër asaj e kemi pikpamjen materialiste,
e cila e mohon në tërësi Zotin. Dhe pikpamja më e re përmendet sot në fike social kulturore është pikpamja hoministe, e cila në vetveten e saj nuk kupton se në krijimin e jetës njerëzore edhe kësaj bote ka dorë një krijente, një krijese e mëshme. E cilë me zbulu se këtë gjithësi e njeriu e ka kriju një krijesë inteligjente në quajmë Zot. Do më përparën dhe një lëvizje nga mosbesimi i idesë marksiste, do më thonë materializmit, kanë kalvinizmit, i cili e pranon një qenje inteligjente që e ka kriju të kriju këtë gjësi edhe që e ka kriju njerin, që e ka kriju kosmos. Asaj qenje të urtë fetari edhe unë besojmë se qëndroti. Prandaj, në periudhën e modernizmit ose postmodernizmit, pikpamja ofrohet me pikpamjen idealiste e cila e promovon besimin në një Zot edhe Zotin si krijues i universit edhe i gjithësisë. Në këtë kuptim, unë mendoj se elitët tona intelektuale duhet ta evaluojnë pak mendimin. Dhe nuk është koha edhe marrë më me thonë se studimi mbi fenë, mbi religionin është më prapambetëri. Ose të themin këta se ka Zot, është antimoderne. Më nuk është antimoderne, se ju e pa dash me banalizu mua vetin. Por Trumpi me ligë, kur filloj kundër betejësit, tha, është sot dita e luqeve. Këta e bëm mundin edhe përpjekjet tona, së më bëm asgjë. Tani po ja lojmë rendin qilës, le të boja qila dishka ta zgjidhë. Do më thonë, në momentet të caktura, unë vetëm po i referonë, në aktualiteti ditës, se nevoja për besimin, nevoja është e lidhë, se ishtë sot intelektual, besimtar, është edhe modern, dhe isë edhe frigës, e cila u kam bjell nga që edhe feja, edhe moderniteti, intelektualizmi, që është vetëm mendësi e atë strukturave të cilën edukimin e vetë intelektual e kanë mendësi të xhaxhit edhe të ideologjisë. Zotëri Meri, feja ka shumë qarë që është po si pengesë e zhvillimit edhe emancipimit njerëzor. Duke ashtu kësaj edhe renesancën evropiane ku Evropa u avancu kur e la fenë pas shpine. A nuk duhet edhe ne si musliman, po ashtu si shtetet islame, që të avancojnë e të alenë fenë mbrapa? Është një çështje apo një temë e cila shikohet çdo herë nga një kënd i gabuar. Për arsye se nëse ne shikojmë fetë, atëherë duhet të dallojmë fetë. Do më thonë mes atyre feve njerëzore që i ka shpik vetë njeriu dhe feve hynore, që kanë ardhur do më thonë me mesazh hynor. Dhe në mesin e feve hynore gjithashtu nuk mund t'i fusim gjitha fetë në një kategori. Për çka? Për arsye se hebraizmi, jehudit apo hebrenjët e kanë privatizuar fenë e tyre, kështu që e kanë bë hebraizmin fe të kombit dhe të vendit të tyre. Ndërsa nëse e shohim, domethënë katolicizmin, e shohim se ka pësuar shumë devijime, që nga domethënë pas vdekjes së Isait Jezusit e deri në ditën e sotshme. Kështu që kur shikohet feja si fe apo fejt hynore, atëherë gjithve ju kthehet kujtesa domethënë në mesjetë. Atëherë kur kisha ka zotru, mirë po ka zotru në aspektin edhe ka pas pushtetin e saj, edhe ka dominu me forcën e saj në mënyrë jo të duhur, në mënyrë domethënë i ka lënë gjitha dogmat fetare, gjitha vlerat morale i ka lënë anash, edhe ka propagandu diçka e cila e lën njeriu mbrapa, e cila e le gjithashtu edhe shtetin mbrapa. Kështu që fejen e kanë lidh me mbretërit edhe kanë punu për
interesin e kishës, për interesin e Vatikanit, për interesin, domethënë, e kardinalit, e kështu me radhë, edhe për interesat e mbretërisë të cilat i kanë nda interesat e tyre ndërmjet vete. Dhe pikërisht Renesanca apo kryengritja franceze ishte që do ta mbysin mbretin e fundit me zorët, domethënë, e priftit të fundit. Pra, nëse ne shikojmë kështu edhe Islamin, atëherë kemi bën një gabim trashanik. Pse? Argumenti i parë është se pikërisht në këtë kohë, kur Evropa jetonte në errësirën e mesjetës, në Andaluzi, brenda Europës, ishte ngrit, domethënë, dielli i shkencës, dielli i përparimit, dielli i ngritjes, ku shumë universitete, biblioteka e kështu me radhë, domethënë, në secilin qoshe të Andaluzisë. Andaj nëse e bëjmë një krahasim të tillë, me të vërtet kemi bën një gabim trashanik, nga se feja islame, domethënë, ka ardhur me ngrit njeriun e jo me ul ata, me ngrit shoqërinë e jo me ul ata. Dhe pikërisht nëse e shohim nga ky aspekt fen, e shohim se e gjithë kuptimin që ja jep fjala lexo Islamit e ka qit në fillim apo në ballë të shpalljes hynore. Dhe pikërisht për këtë duhet ta kuptojmë që edhe në ditën e sodit, në kohën moderne, kur shumica mendojnë se ja na duhet të bazohemi në shkencë, neve nuk na duhet feja, ne duhet më shumë, domethënë, që çka të orientohemi vetëm ka shkenca dhe ta lëmë fen anash. Mirë po, nëse e shikojmë që feja islame nuk është kundër shkencës, mirë po është ai shtytësi, është ai nxitësi kryesor i cili jep njerëzimit që të studiojë, që ta zhvillojë veten e tij dhe ta zhvillojë gjithashtu edhe shkenca të ndryshme. Pikërisht për këtë, nëse i shohim dietarët e mëhershëm, i shohim që ata ishin, domethënë, enciklopedi. Për shembull, e kemi Fakhruddin Razin, ai ka qenë një komentator i Kuranit. Mirë, po nëse i thomi vetëm komentator i Kuranit, ne atij i bëjmë padrejtësi. Për çka? Për arsye se ai kishte dije në matematikë, kishte në astronomi, kishte në mjekësi e kështu me radhë. Pra, gati secili dietar i mëhershëm kishte edhe një tjetër interesim për një shkencë tjetër me të cilin edhe përmbushej edhe feja mirë, po edhe dija e tij. Ndërsa ne në Islam nuk kemi nevojë ta ndajmë dijen nga feja, mirë po duhet t'i bashkojmë të dyja, sepse feja është ai generatori kryesor. Do ta marr vetëm një shembull. Nëse tash, domethënë, e gjithë shoqëria po përballet me virusin korona, një virus i cili ka marrë shumë jetra të njerëzve dhe gati te secili njeri ndihet një lloj frike, një lloj panike. Mirë, po pikërisht vjen feja këtu për ta qetësuar njeriu, jo vetëm për ta qetësuar, mirë, po edhe për ta nxit në hulumtimin e një kundër virusit, një vaksine, sepse ai i cili do ta zbuloj atë virus do ta ketë shpërblimin e secilit të njerit, të cilin domethënë e shëron, ashtu siç ka thënë Zoti në Kur'an, që ai njeri i cili e shpëton një jetë njeriu është sikur ta ketë shpëtuar të gjithë botën, të gjithë njerëzimin. Andaj kur njeriu e ka një qëllim të tillë që mos t'i bëj keq njerëzimit, që mos ta shkatroj atë, mirë po përkundrazi të ngritet në mbrojtjen e tjerëve, sepse Zoti thotë nëse njeriu e mbron tjetrin, atëherë Zoti do ta mbrojë atë. Me të vërtet, kjo është një nxitje tepër e madhe që njeriu tërë energjinë e tij ta shpenzojë jo së koti, mirë po çka do të jetë një krijues i cili e din dhe e vlerëson, domethënë, energjinë tënde, mundin tënd, të cilin e jep për rrethin tënd, të cilin e jep për shoqërinë tënde dhe të cilin e derë për gjithë njerëzimin dhe në dobi të tyre. Për këtë edhe kemi hadithin e pejgamberit alayhis salam, i cili ka thënë më i miri i njerëzve është ai i cili është më i dobishëm për njerëzit.
Andaj në këtë kohë sfide, në këtë kohë pandemie, mirë po dhe në secilën kohë njeriu duhet të gjej forma, duhet të gjej mundësi, duhet të gjej rrugë, duhet të gjej metoda e mënyra se si të jetë i dobishëm për të tjerët. Dhe me të vërtet në këtë aspekt e shohim se feja nuk është ajo që e stopon njeriun dhe njerëzimin, nuk është ajo që e stopon diturin dhe kombin, mirë po është ajo cila e mbron çdo gjë e cila është e dobishme për njerëzit dhe për njeriun. Zotë i miri, nëse më lejoni do të kisha shtuar diçka në këtë kontekst. Raportin ndërmjet realitetit apo të vërtetës dhe njeriu në botën perëndimore jo moderne është realizuar me ndërmjetësimin e popës apo kishës, ashtu siç e potencuat edhe jo. Kjo si në aspektin e dijes, po ashtu në aspektin e ekzistencës. Pra, qasja në të vërtetën apo edhe informacionin është vetëm me ndërmjetësimin e tyre. Kur themi vërteta kemi parasysh domethënë vërtetën absolute apo Zotin. Kurse me përkthimin e veprës së dietarit madh Ibn Tufailit Ibn Yaqdhan, e që nuk ka vepër më shumë që është përkthyr më shumë në gjuhë perëndimore sa kjo vepër përveç veprës një mjeni net, filluan elitat e saj kohe të eliminojnë me idenë se njeriu edhe pa ndihmën në ndërmjetësimin e askujt mund të arrijë drejt e vërteta, ashtu siç ilustrohet edhe në vepër, domethënë haj e gjen vërtetën pa ndihmën e askujt. Ku e vrem se këtë vepër e kanë është përkthyr shumë, edhe ka përkthyr edhe një familje me nam në atku, që është merrur me përkthime si familja apo kop, të cilët e kanë përkthyr këtë vepër në gjuhën latine, pastaj e kanë përkthyr në gjuhën angleze. E këtë vepër kanë lexuar edhe studiues të mëdhenj, siç është John Locke, David Hume. Pra, mendimi perëndimor modern përparaj atëherë kur e kuptoi raportin e mirë me fen, jo kur e la mbrapa fen. Domethënë ka vetëm e kaluat raportin e keq ndërtuar domethënë mbi fen. Nuk di sa pajtoni me Zotëria Deme. Të ne është një fraze, feja shqiptare dhe shqiptaria. Kjo fraza është ftesë për milo kishat edhe xhamiat, pra kjo thirrje ai paraprin idesë për ndërtimin e një shoqërie pa fe. Mendoj se sot në Shqiptari ju ka bërë ndonjë padrejtësi, edhe ndonjë zullum më i madh, ndonjë slogani edhe moto, është pikërisht slogani dhe moto i rilindasit të shquar, adhëtarit, patriotit, mendjendritit vasa pa shkodrani. Pse aja ka thënë. Pse? Kjo është një poem të cilën aja ka shkruar gjuhën shqipe dhe është botuar dykon në një datë të pacaktuar, rreth vitit 1881, është interesant se për herë parë ka botu gjuhtari çek, janë më duket Urban Jarnik, kështu e ka pasur. Dhe aja ka botu për herë parë këtë. Është interesant se më pastaj shumë janë marrë me këtë thënie, mjaft është e popularizuar, dhe ajo që duhet ta them në fillim gjatë interpretimit dhe analizës që i bëhet kësaj thënie, shpesh herë kjo thënie interpretohet jashtë kontekstit edhe realitetit historik kur është thënë. Gjithmonë mirret si një shprehje e cila e favorizon mendimin anti-fe, anti-religios të shqiptar. Por kundrazi studimet serioze shpjegojnë se pikërisht në kohën kur e tha këtë Vasopasha, identiteti fetar ndër shqiptar shumë ishte në epërsi dhe më i fuqishëm se sa identiteti nacional dhe etnik. Domethënë, saksia e kësaj fraze, kësaj shprehje, kësaj thënie, nëse e shikojmë në aspektin historik, e ka logjikën e saj. Sepse në këtë kohë të shqiptarët, ndjenja e shquarjes fetare si element identitar ka qenë ende e fuqishme. Dhe çfarë ndodh? Duke e pas parasysh se dietarët e ndritur të rilindjes
kombëtare në krye me Vëllezrit Frashëri, në krye me Vasopashën, Zefjubanin, tek ortodoks, me Kristoforidhe dhe Jani Vretën dhe tek shqiptar katolik të arbëresh, nevojën për ngjizjen edhe formimin edhe konstruksionin e identitetit kombëtar, shqiptar, ishte një fazë të re e cila do duhet të theksojnë më tepër identiteti kombëtar se sa identiteti fetar. Sepse ishmi në prag të shpalljes së pavarësisë së shtetit kombëtar, i cili do të duhet të pranohej si i tillë nga shtetet perëndimore. Dhe duke pas parasysh se identiteti fetar ishte më i fuqishëm dhe këta rinindas e shikonin si mundësi e pengesës së themelimit të shtetit nacional, për një kohë bën ftesë që ta lëm pak identitetin fetar anash, t'i japim përsi vetdijes edhe identitetit nacional dhe kombëtar, në mënyrë që pastaj t'i paraprije shpalljes së shtetit shqiptar, e në procesin e shpalljes dhe njohjes së shtetit shqiptar, në krahasim me fitnën siç e dimi ne jemi më të vonë, sepse kjo ka ndodhur tek viti 1912. Serbët këtë kanë pas 1830 më njëherë mas reformave të Tanzimatit, pastaj edhe grekët edhe malazezët. Këtë proces ne kemi qenë më të vonshëm, sigurisht edhe për shkak të lidhjeve më speciale që i kemi pas me Stambollin, me portën e lartë, e natyrisht kjo ka dëshmuar se ato lidhje më speciale kanë qenë duke pas parasysh se edhe shumica kanë pranuar fenë islame. Ajo që po du me thonë, në kohën kur është thënë kjo shprehje, identiteti fetar ka qenë më i fuqishëm. Ideja e rinindesve ka qenë që ta forcojnë identitetin nacional dhe të paraprejnë formimit të shtetit kombëtar, që deri këtu është plotësisht e drejtë dhe është e saktë. Dhe është interesant se nëse merrem me këshyr të vllaut e kombit ton, të gjithë kanë qenë fetar. Te Kristoforidhi, te Jani Vretët e ortodoks, te Vëllezrit Frashëri, te Vasopasha me Zefjubanin, te Arbëresht, të gjithë kanë qenë fetar. Dhe të gjithë kanë punu për shpalljen e pavarësisë së shtetit kombëtar. Të gjithë e kanë meritin e vetë dhe kontributin e vetë. A sot krijohet një farbindje se të ish fetar s'ka mundësi më kombëtar. As më tepër, të ish musliman automatikisht s'ki mundësi më kombëtar. E për tani Sami Frashëri, baba i ideologjisë dhe nacionalizmit shqiptar, tani Naimi dhe të tjerët, ta ishin edhe Ismail Bey Lora, nëse merr me lexu librin që këtu e kam në anën time gjatë bibliotekë, kujtimet e Eqrem Bey Lorës, e shefti kontributin e atyre bejlerëve, të cilët të gjithë kanë qenë fetar, po kontributi i pashmuar është në ndërtimin e shtetit, edhe shpalljen e shtetit edhe të pavarësisë. Të gjithë ata ishin fetar. Më vonë historia mas instalimit të regjimit komunist bëri çmos që këtë pjesë të identitetit fetar ta zhduk dhe ta eliminoj dhe fare mos ta paraqes si kontribut kulturor të cilën ata e kanë pas në formimin e vetdijes kombëtare. E ka një shprehje të mirë Natalie Kleja, një studiuese, e cila në librin e saj në fillimet e nacionalizmit shqiptar, lindja e kombit me shumicë muslimane në Evropë, e ka një libër e cila thotë kështu, kur është fjala te feja shqiptarit o shqiptaria. Po të është interesant se ki konstatim feja shqiptarit është një pasqyrë i gjendjes në terren të asaj kohe. Do më thonë që identiteti fetar ka qenë më i fuqishëm. Ftesa përmes kësaj thirrje është për një thirrje për të dalë nga ajo gjendje. Do më thonë për vetëdijsim tani më për identitetin nacional, për themelimin e shtetit kombëtar. Dhe kjo thotë se kjo nuk ka qenë ftesë anti-fejes, po ka qenë ftesë për vetëdijsim për forcimin e identitetit fetar për themelimin e shtetit kombëtar. Çfarë ndodhi më vonë? Pse ata në fillim se i kanë hinë hak shumë kësaj? Për shkak se Ahmet Zogu, gjatë kohës regjimit të tij, e përdori thëju po shtat ideologjisë të tij, i cili e përdori si argument për
oksidentalizimin e shoqërisë shqiptare, duke e përmend se ne shkojmë në Evropë me më pak fe. Regjimi i Enver Hoxhës e shpërdoroi edhe shumë më keq, mas atyre shëtiqeve që i boni Xhaxhi herë me atë ideologjinë titiste, herë me ndikimin stalinist, herë me revolucionin të Macedonit, vazhdimisht sipas nevojave i përshtatjeve dhe atyre shëtiqeve ideologjike kulturore. Dhe kur ai harxhoi të gjitha këto, nga vitet e 70-ta e këndej, filloi më paraqit nacionalist. Me që filloi më paraqit nacionalist dhe ideologjia komuniste ishte se feja është opinion për popullin, ai u shërbi edhe me moton feja shqiptarit është shqiptaria, për ta dokumentuar se kinse edhe etrit edhe rinindasit e tonë kanë qenë më pak fetar ose hiç fetar. Mosrënjes së komunizmit, moton e famshme se e duam Evropën, e duam Shqipërinë si gjithë Evropa, çfarë tani bënë nacional-demokratët. Dhe këta duke e projektu identitetin evropian të shqiptarit, prap u shërbim me idejen se po integrohemi në Evropë me pikpamjen e identitetit esencialist të Evropës, se Evropa është katolike, se Evropa është nocion i kufizuar geografik, se Evropa është klub i vlerave krishtere, dhe me që ne përdojnë mu ofru në Evropë nacional-demokratët shqiptarë, e përdorën fenë e shqiptarit o shqiptaria, se edhe ashtu shqiptarët pak ka pas interes për fenë, e ashtë më pak për islamin dhe për ta ofru identitetin evropian, me identitetin e shqiptarit tani, e kam përdor edhe i kanë instrumentalizu hazër, gati të gatuar, se shqiptarët edhe ashtu, që në gjenes kanë qenë pa fetar. E me që kanë qenë pa fetar, të li bëmi makullaj evropian. Po nëse është ja, që ka edhe të tjilë që ofromi edhe me identitetin kulturor, me që gabimisht e interpretojnë identitetin si pas teorisë esencialiste, që Evropa është një trajshme, e ngurt, nocion geografik edhe historik, jo ma shumë se kaq, përballë sa qëndron ideja konstruktiviste, e cila e shep Evropën si projekt filozofik, me shumë, me multikulturalizëm, me diversitet kulturor, me shumë gjuhësie, shumë identitete, me radhë që këtë aspekt të definicion konstruktivist mbi Evropën e pranojmë edhe na, edhe të gjitha kemi një farë lloj kështu se integrimi i shoqërive shqiptare në bashkësimin e Evropës filozofike, jo të asaj burokratike, të një trajshme, të cilës sot na rekomandojnë neve edhe politikanë me fjalimet e tyre që shpesh herë përdori këtë slogan, po sinqerisht shumë të larguar nga konteksti të cilën e ka thënë Basapasha dhe për qëllimet të cilët e ka thënë dhe për qëllimet krejt tjera të cilët instrumentalizohen. Ne po atom dhe po përfundoj. Nuk ka thënie që i kanë hi më shumë hak, e kanë deviju më shumë nga e vërteta dhe nga konteksti i realitetit në të cilën edhe për të cilën e ka thonë, edhe ka qenë nevoja e kohës me thonë Basapasha, rindas i shquar, shqiptar së bashku me Sami Frashin. Pasi që jem vetëm në çastet e fundit të emisionit, kisha pas dëshirë ta marr ka një mesazh për gjithë ata që po na shikojnë, zotëri i mirë. Po, mesazhi im do të ishte ndërlidh me fjalën e një dietari i cili është Ali Tantawi. Ai thotë që feja nuk e kundërshton shkencën e vërtetë, e as artin e dobishëm, e as civilizimin e ngritur. Mirë po feja do më thënë më shirohet në to dhe i ngrit ato. Andaj në qoftë se ndalemi edhe lexojmë fjalën e Kur'anit, me të cilën është obligu pejgamberi alayhis salam të thotë njerëzve, është se Allahu subhanahu wa taala urdhon duke thënë Kul hadhihi sabili, thuaj kjo është rruga ime, edu ala basiratin, po flas, po thërras me zgjuarsi, me mendje hapur, me logjik, me mendje, mund ta përkthejmë si të duash, kush ana wa man ittabani, unë dhe ata që më pasojnë mua.
Andaj çdo kush i cili thirret në fenë islame duhet ta kuptoj se feja islame kërkon që njeriu ta avancoj veten e tij, ta avancoj shoqërinë e tij, të zgjeroj dijet e tij dhe kështu të jetë çdo herë i zgjuar me logjikën e tij dhe me zgjuarsinë e tij. Dhe si argument për këtë e kemi se obligimet islame pra fillojnë nga mosha e pubertetit. Pra njeriu përderisa nuk është në moshën madhore, ai nuk është i obliguar me obligimet islame. Edhe në qoftë se nisemi nga ky kënd, e kuptojmë se njeriu edhe brenda islamit nuk obligohet me diçka pa e kuptuar vlerën e saj, pa e kuptuar realitetin e saj, pa e kuptuar të vërtetën e saj. Andaj e vërteta e gjithë kësaj është që feja islame, edhe fetë tjera në përgjithësi të cilat thrasin në dogma të moralit, mirë po feja islame në veçanti, e cila thërret në dituri, e cila thërret në çdo gjë e cila është e dobishme për njeriun dhe njerëzimin, duhet t'i jepet hapësirë më shumë, e jo të keq interpretohet, e jo të keq trajtohet, ashtu siç ka ndodhur në të kaluarën në forma të ndryshme, ndodh edhe sot. Edhe po e mbylli me një fjalë të Malcolm X, i cili ka thënë që Amerika duhet ta njeh më mirë islamin, ta studioj më mirë islamin, sepse është e vetmja fe e cila e lufton racizmin. Andaj unë po them jo vetëm racizmin, mirë po çdo gjë të keqe, çdo gjë negative, çdo gjë të padobishme në shoqëri dhe brenda familjes dhe brenda vetë personit është feja islame, ajo e cila e lufton, ajo e cila mundohet ta largoj dhe ta krijoj dhe ta formoj dhe ta ndërtoj një person të shëndosh në një shoqëri të shëndosh. Mirë po jo vetëm shoqëria, mirë po ta ndërtoj dhe ta nxjerrë një udhëheqës të shëndosh, ta nxjerrë një mjek të shëndosh, ta nxjerrë një student të shëndosh, një farmacist të shëndosh, një matematicien të shëndosh e kështu me radhë. Pra kjo është feja e cila është generator i ngritjes, e cila është generator e avancimit. Andaj lusë Zotin krejt në fund që na bëj të dobishëm për vetët tona, na bëj të dobishëm për shoqërinë tonë dhe mesin ku jetojmë, dhe të jemi ata të cilët të tërë mundin dhe energjinë tonë në qoftë vetanake, pasi që feja ka ardhur që t'ja tregoj vlerën e secilit prej nesh, e në botë ekzistojnë mbi 7 miliard energji që në qoftë se përdoren për gjëra pozitive, atëherë nuk do të kishte hapësirë e keqja, mirë po në qoftë se përdoren për gjëra negative, atëherë nuk ngulfatet dhe nuk ka hapësirë e mira. Andaj lusim Zotit që të jemi prej atyre të cilët punojnë me të drejtën dhe me të mirën dhe i shërbejnë asaj gjatë jetës së tyre. Ju faleminderit për një herë. Edhe ne ju falenderojmë. Zotëria Ademi, një mesazh shkurt për ata që po ta ndjekin. Interesant ka që 30 vite që po flitet për shkëputje nga mendësia e sistemit komunist. Dhe fatkeqësie të cilët ne vetuam nga i legjim, dhe flitet se duhet bën një shkëputje dhe një ndarje nga ato standarde të cilët kanë qenë standarde dhe klishe që janë ndërtuar gjata si sistemi për të qenë një si matëse e vlerave. Të gjithë flasin se duhet me u shkëput. Po kalon kohë gjatë dhe vetëm kur është mendimi për bot kuptimin mbi fen, këtë rast sidomos po flas mbi islamin, ai standard i cili ka qenë një si matëse i ndërtuar gjatë sistemit komunist mbi islamin, i njëjti standard është trashëguar edhe sot e këto 30 vite edhe mbas këtij vullneti dhe disponimit që për shkak ka më zgjatë edhe shumë. Porosia ime është që të shkëputemi nga të gjitha klishet të cilët kanë qenë të dëmshme dhe ja kemi pa sherrin. Dhe edhe ndjikimin mbi fejen në shoqërinë dhe në kohën të cilën ne po jetojmë të ndërtohet mbi parametra
dhe standarde shkencës të cilët janë të liruara nga këtë e ndërtuara gjatë sistemit monest. Hiç më shumë për të promovuar në njërisi, vetëm po i them se ta përfilmim metodën e hudumtimit shkencor, të cilët neve kemi pas rastin të lexojmë kur flasim mbi Islamin të autorëve perëndimor. Nuk po flas për ata të lingjës edhe për Islamin, se mundën me thonë me që janë besimtar, me që janë musliman e hoq, mundën me qenë njanshëm. Jo po i lo ata. Po them, le të kapmi dhe të shohmi studimin të cilën ja kanë bërë Islamin autorët perëndimor, duke filluar nga këta, si Noel Malcolmi, edhe të tjerët, mos t'i përmendni tash, që ka shumë të tillë, dhe të shohni se ata në studimet e tyre mundohen me qenë, jo pse janë pro Islamit, po janë objektiv dhe janë të interesuar që të dominojë e vërteta. Dhe të vërtetën mbi Islamin shumë prej tyre e kanë argumentuar në mënyrë shumë shkencore. Dhe kjo mënyrë e studimit, edhe e gjykimit mbi fesë, uroj si porosi që të jetë pjesë e studimit të religionit dhe raportin me religionin që duhet ta ndërtojmë na, shoqëria jonë edhe elitat sonë sot në shoqëri. Me të po thonë shkojmë ka perëndimi, atëherë edhe studimin mbi fesë ta marrim në bazë të metodologjisë të shkencore moderne që perëndimi e ka përdorur dhe disa nga autorët e kanë bërë mbi Islamin. Faleminderit shumë për ftesën. I falenderoj që ishit së bashku me ne, edhe për këtë diskutim shumë të pritshëm. Po ashtu i falenderoj të gjithë ata që na u bashkangjitin nga shtëpitë e tyre. I falenderoj që na ndiqët. Shihen në emisionet e radhës, deri atë mbi betçet. Asalamu alaikum.